Cilat janë problemet? Problemet Që janë janë shtresu për dekada. Problemet janë shpeshere palidhshmëria. Për shembull, kur thoni ju se cilat ishin ato elemente që doj përmendet se çfarë nuk është e mirë, unë do të thoja palidhshmëria. Për shembull, menaxhimi i financave, çështjet e atakimit të prunës të Universitetit Prishtinës. Kur thu menaxhimi i financave, do të thotë edhe keqpërdorimi i buxhetit, keqpërdorimi i parave të universitetit? Apo menaxhimi i keq i parave të buxhetit? Edhe. Të dyat, okay. Edhe. Uzurpimi i pronës? Jo, pronat e Universitetit Prishtinës për një kohë të gjatë kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë nën atak nga palë të ndryshme. Individ, po edhe subjekte të ndryshme, afariste e tjera. Kjo është njëra që ka qenë bukur sfiduse, si dhe themi menaxhimi ju domosdoshmërisht eficient e efikas i resurseve edhe financiare edhe njerëzore, burimet njerëzore, qofshin staf akademik, qofshin për staf administrativ. Në gjitha këto fusha duhet të bëhet më mirë.